Është koha për një leadership ndryshe, është koha për një leadership të pjekur, racional, një alternativë e cila din e ka kapacitet të ndërtoj institucione, një alternativë e cila ullë tavolinë, e bashkëbisedon, e trajton temat me interes të vendit. Koha është Kosova të ketë një alternativë të fuqishme opozitare, një alternativë ndryshe. E kam thënë edhe po thëmë përsëri. Na duhet një alternativë e re, e cila jep shpresë për ndryshime. Kosova duhet një qeverisje ndryshe, dhe për të ndërtuar një qeverisje ndryshe më shumë se kur duhet zëri opozitar, një leadership, një alternativë serioze, duke ndërtuar dyja më tepër, tri bloqe më tepër, për të krijuar një mundësi dhe maksimalizuar nivot për ndryshimit, të nismë shkëndej zgjedhjeve, qoftë përmes ndonjë koalicioni i cili ka një alternativë serioze, dhe ne pa një alternativë serioze shkojmë rrugës, e do të trajtojmë, qoftë me të ose pa të, nisma do t'jetë në zgjedhje. Pa tjetër, ne jemi në politikë, në beteja politike, ne nuk më shifëm. Që është një lajm i keq për Kosovën. Tash 9 muaj, Kosova me këto forca politike dhe me këtë besim që kanë forca politike kanë dëshmuar që nuk kanë kapacitet dhe pjekurit mjaftueshme politike për të ndërtuar marrëveshje, për të përmbushur vullnetin e qytetarëve, për të ulur bashkëbiseduar e për t'i dhënë vendit institucione. Fatkeqësisht, kjo që ka ndodhur sot me shpalljen e zgjedhjeve, me shpërndarjen e parlamentit, tregon pa aftësi, pa pjekuri dhe pa njohuri se si ndërtohet shteti, institucionet dhe si funksionohet. Dhe shpresoj që qytetarët e Republikës Kosovës, ashtu si që nuk e kanë pritur që kështu do të përfundoj vota tyre, shpresoj që në zgjedhjet që vinë do të kërkojnë llogari përgjegjësve kryesor të mos konstituimit të institucioneve të Kosovës. Vetë mandatimi i dytë ka pas një objektiv, zgjagimin e datës zgjedhjeve. Dhe duke qenë në këto situata ngushta hapësinore të ligjore, data më e mirë, në fakt edhe imponuar është data 21 dhjetor,